të nderuar shikues, rikthehemi me pjesën e dytë të duelit ndërmjet Bashkimit dhe Proton Cable Prizrenit. Përderisa Bashkimi pati një çerek të parë më të mirë, të cilin e mbylli 27-20. Çereku i dytë ishte shpërthyer për Proton Cable Prizrenin, që përmbysi gjithçka. Pati seri prej 15-0 në 5 minutat e fundit të pjesës së parë, ku arriti edhe të përmbys rezultatin dhe të krijon efërsim prej 9 pikëve, po i shohim edhe statistikat e përgjithshme pas pjesës së parë. 40% është Bashkimi për 2-50 Proton Cable Prizrenin, ndërsa pak më mirë qëndron tashmë skuadra e Bashkimit me treshe me 35%, 29 ka Proton Cable Prizrenin, ndërsa lojtarët më të dalluar, Dirk Williams ishte fenomenal, i realizoi ato 4 treshe radhazi tek skuadra e Bashkimit me 12 pikë. Gjithsesi me ndaljen e Dirk Williamsit u ndal edhe skuadra e Bashkimit. Në anën tjetër më i mirë ishte Jordan Johnson me 13 pikë, po e shohim me Kenis i dëshpëruar me dorën e lidhur, po i mungon goxha shumë skuadrës së Bashkimit, pa dyshim mund themi shtylla e ekipit portokallë zenjeve. Eric Kops ka mbetur i vetëm nën kosh, gjithsesi 20 minuta dhe gjithçka e hapur është në derbin e qytetit të Prizrenit. Shohim ma do të arrijë Proton Cable Prizrenit të mban një fitore shumë të rëndësishme kundër Bashkimit, që po lufton ta ruan kreun e tabelës. Vinë me një pikë nga Eric Kopsi në start të pjesës së dytë. Ishte pikërisht Kops ai i qelloi edhe pikët e para në ndeshje. Tentim për treshe nga Drilon Shala, i cili më të vërtetë ishte fantastik te Proton Cable Prizren në pjesën e parë me 9 pikë të realizuara. Max Smith për 3 realizon, barazon gjithçka. 5 pikë eksprese nga Bashkimi për 43 me 43 në start të pjesës së dytë. Johnson, pjesa e dytë ka startuar edhe në Mitrovic. Lenzel Smith për të përgjigjur, ku epërsia vazhdon të jetë në anën e vllaznimit. 28-39 janë gjakovarët në minatori. Qysh nga fillimi e kanë marrë avantazhin, ishte 28 ai çereku i parë, dhe pavarësisht faktit që çereku i dytë ishte gjithçka bara 17-17. Çereku i parë ka ndikuar tek avantazhi, teksa kthehemi me pikët e Eric Kopsit. 4 pikë të tij, treshja e Max Smithi dhe epërsia kthehet tek Bashkimi. Terrell Beck, pa gabim në hapa nga Terrell Beck. Vitë 45-43. Janë pare, shohim Martinori fatin. Me të vërtetë Proton Cable Prizren pati një çerek të mirë, kur Bashkimit realisht nuk po i shkonte asgjë. Max Smith qelloi për 3, gjuan edhe një herë, kësaj radhe jo. Topi do të përfundojnë jashtë, do t'i takojnë skuadrës së Proton Cable Prizrenit. Bashkimi e nis pjesën e dytë me seri prej 7-0, por të përmbysur edhe një herë rezultatin. Jordan Johnson ka presionin e Valion Bunjakut, i cili me të vërtetë pati mbrojtje shumë të mirë në çerekun e parë, po pas u zëvendësua. Realisht mungesa e tij ndikoi blokadë e Eric Kops. Blokadë monstruoze e tij. Do ta shohim edhe një herë. Eric Kops nuk e lejon Jordan Johnson të realizon. Tentim për treshe në sekundat e fundit të aksionit nga Drilon Shala, nuk qelloi, nuk pati zgjidhje tjetër. Dirk Williams tek Bunjaku, nuk rajtop tek Lejson Zeqiri, i cili nën kosh nuk qellon. Në anën tjetër Terrell Beck tek Lenzel Smith, shkakton personale. Valion Bunjaku nuk i lejon pikët e lehta. Bunjaku shkaktoi personalen më parë, personalja e dytë edhe e tij.
Terrell Beck. Beck, afër ti Copes, ka gabuar në hapa Terrell Beck. Rojtje tjetër e mirë e Eric Copesit, sa shojmë edhe njerë mëkatën monstruoze të Eric Copes. E thash po e zëvendëson McInnes në mënyrë fantastike, nuk e ka pasur hapësirën. Do të vazhdojnë të takuan ekipit të Bashkimit. Bunjaku, ta rikëtan, loj. Smith. Copes, e pret Valion Bunjakun. Valion Bunjaku, debërtan, i më bëj finalizimi, i ku kontaktit, por edhe topin e lëshoj. Më shumë se shduhet në anën tjetër, nuk ka të reshe. Nga Jordan Johnson, mbetë 25-23 me ato 7 pikët të skuadrës Bashkimit në start. Këti që reku të tretë nuk e lejon të zhvillohet shpejt ai aksion. Jordan Johnson, Williams do të ndonë për 3 pikë. Dirk Williams edhe një herë, treshja e tij e pest nga 7 tentime për 28-23, 10-0 seri e Bashkimit. Edo Kreziu tek shala, Smith. Kreziu. Kemi tentim për të rishe nga shala. Kanë time out tashmë trajneri Arnori Fati. Williams e këthen tupin tek Max Smith. Qiri Bunjaku, Valion Bunjaku, Dirk Williams, Max Smith, i lirë për 3 pik. Nuk qëllan luft për atop që përfundon në duat e Terrell Beckut. Kreziu, Smith, do gjuan për trishe, realizan Lenzel Smith. Trishën që po e kërkon të Bashkimi e gjeti Lenzel Smith, 28-26. Pikë të para të Proton Cable Prizrenit në qerekun e tretë ndeshjes. Lejson Zeqiri gjuan për 3, nuk shënon. Më i larti në kërcim, Drillon Shala. Smith. Tjetër treshe e kërkon Smith, nuk arriti të realizon. Max Smith e mera top, Dirk Williams. Ndalet Williams. Ka personale nga Terrell Beck. Ishte një mismatch në kosh aty. Por shojmë treshen e Williams. Serim prej 10-0. Lejson Zeqiri, revizje shumë e mirë, por i mungon finalizime. Merë edhe një herë kërcimin në sulm. Valion Bunjaku. Ka personalja e Drillon Shalës ndaj Lejson Zeqirit. Është personalja e 2 të Shalës. Max Smith dhe gjuan edhe njerë për treshe, asë radhe nuk qëllon. 28-26, Jordan Johnson tek Terrell Beck. Edo Kreziu, lëvizje e mire ti. Ka hapësirë. Që ka shkelur vijën, rojtje e mire Eric Copesit. Edo Durant humba top Edo Kreziun. Ne shojmë presionin e Eric Copesit. Jetman Kreziut dhe topit të humur të Proton Cable Prizrenit. Smith. Copes. Lejson Zeqiri. Deri në fund Zeqiri. Saj rada rin të qëllon. Pika e 13 ti për pas 8 kërcimeve, 2 asistimeve. Kreziu. Nuk shkon pasimi. E kupton Dirk Williams në kundërsojnë Valion Bunjaku. Williams
për një tjetër treshe. Dirk Williams. 8-6 për treshe. Pika e 18, 53-26. Unë dalën treshet e Dirk Williamsit në qerekun e dytë. Proton Cable Prizreni ktheu gjithçka. U rikthyen treshet e Dirk Williams në këtë qerek të tretë. Bashkimi kthehet në lojë. Time-out i kërkuar nga trajneri Arnaud Rifati. Ndërsa rikthehemi pas pak me 3 minuta e 36 sekonda. Sa kanë mbetur deri në përfundim të qerekut të tretë. Kthehen lojtarët në fush, pra 3:32 deri në përfundim të qerekut të tretë. 53-46 shkëputje tashmë e Bashkimit edhe një herë, pa qereku të tretë më të mirë. Drilon Shala, nuk shkon pasimi, mbrojtje e mirë e Dirk Williams përpos që po kontribuon me treshe. Bunjaku e ka Dirk Williamsin, e kthen tupin tek Max Smith, gjuan për 3 edhe Max Smith. Kujdeset për një tjetër treshe, shpërthejnë treshe tek Bashkimi dhe edhe njerë plus 10 Lenzel Smith. Jordan Johnson. Smith për 3, nuk qëllan, Valon Bunjaku më i larti në kërcim. Bunjaku. Deri në fund e gjente për timin Valon Bunjaku. Pika e 7 e ti për pos 4 asistimeve, 3 topave të vjedhur, edhe në mbrojtje e Potencova edhe më parë ka qenë mjaft i mirë, kësaj radhe shkakton personale Valon Bunjaku. 58-26 krijohet dëvërsia prej 12 pikëve e Bashkimit. Do të kemi zëvendësim tek Proton Cable Prizreni. Nixha do të jetë në lojë në vend të Edmond Kryeziut. Dhe është zëvendësimi i pari trajnerit Arnaud Rifati sonte, kur janë në 2 minuta e gjysmë deri në përfundim të qerekut të tretë të ndeshjes. Asnjë zëvendësim nuk e ka bërë. Ka luajtur vetëm me 5 lojtar. Nixha. Tepërtë Nixha bllokohet nga Eric Pope, por ka personale. Për Nixhën që sapo fut në lojë, nuk qëllon në tentimin e parë. 58 me 46. Nuk qëllon as në dytën, po shihni luftën e Lenzel Smith, 9 kosh. Nuk arriti të realizon. Valon Bunjaku. Dëvërtan deri në fund, nuk ka pik, por do t'jetë në vjen e gjuajtjes së lirë. Do t'kemi zëvendësim tek Bashkimi, do t'pushon Eric Cobbs, i cili shkaktoi edhe personale ti të tretë, të tretën e ka edhe Valon Bunjaku. Samir Zekici në lojë 7 pikë të Valon Bunjaku, tëra e parë në vjen e gjuajtjes së lirë, qëllon në të parën pika e 8 e ti, mund barazohet me pikë me Eric Cobbsin dhe Max Smithin, ndërsa
Max Smith I ka marrë edhe 9, në fakt Eric Hobbs I ka marrë edhe 9 kërcime. Do t'jetë në lojë edhe Green, Wendell Green në vend të Valon Bunjakut, I cili definitivisht sot pavarësisht që I ka vetëm 9 pikë, mund të themi I ka dhënë shumë stabilitet lojës së Bashkimit dhe ishte shtyllë skuadrës. Sidomos me mbrojtjen e tij. Në anën tjetër vjen depërtimi I lehtë kësaj radhe I Jordan Johnson. Wendell Green. Williams, e këta në topin të Green. Smith. Jason Zeqiri. Afër tij është Terrell Beck. Max Smith, 5 sekunda. Deri në fund shkon Max Smith, nuk ka pikë. Edo Kreziu I rëshqet topi, Max Smith e merë, shkon deri në fund, realizon dhe do ta ketë edhe një personale. I ku topi nga duart Edmond Kreziut. E shohim kur tentoj me atë lëvizjen prapa shpinet e ka lënë Max Smithën I falja top. Do t'ullët Dirk Williams pushon paksa tek Bashkimi. Me të vërtet ishte fantastik me treshet e tij Dirk Williams. 8-6 për 3 pikë, 4 kërcime, 3 asistime, 2 topa të vjedhur, lojtari më I vlefshëm në fush tek Portokalli Zenje, 62 me 48. 24 me 5 në këtë qerek. Vetëm 5 pikë të Proton Cable Prizrenit nuk po arrin asesi të realizojnë. Asaj radhe nuk qëllon Jordan Johnson, Max Smith, Wendell Green. Green depërton deri në fund, realizon, vazhdon ekipi Bashkimit 26 me 5. Çfarë qereku I tretë për Bashkimin, përgjigje për atë qerekun e dytë të Proton Cable Prizrenit. Kreziu tek Nigja do gjuan për 3 pikë, nuk arrin të qëllon topin në duart e Wendell Green. Green tek Zekiqi. Gjuan edhe Zekiqi për 3, nuk qëllon, Max Smith e merr topin. Zeqiri, 2 vishuar. Vendovin tek Meriton Ismaili edhe ai gjuan, është dyshe ka shkelur vijën. 66, 48, Lenzo Smith në anën tjetër nuk ka pikë. Në kundërsojnë daljet për 3. Wendell Green, Max Smith, nga ana kundërt realizon daljet me personale. Do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë. Shkëputet Bashkimi në plus 20. Çfarë qereku I treti Portokalli Zenjeve. Përderisa Proton Cable Prizreni pati seri prej 15-0 në qerekun e dytë. Sigurt mos ishin skuadrat e njëjta në pjesën e parë dhe atë të dytën. 69-48. 31 me 5 qereku I tretë. Çka themi tjetër për këtë lojë? Po e shene, 31 me 5, një qerek I tretë fatal.
edhe një rasti I Meriton Ismailit ishte dyshe. Pra kishte shkelur vijën gjithsesi 31 pikë të bashkimit në qerekun e tret, 5 pikë vetëm nga Proton Cable Prizreni. Fatal qereku I tret për Bardhezinjët, të cilët shpresuan për diçka më tepër në këtë ndeshje. Gjithsesi pjesa e dytë filloi gjithçka në të mirë të ekipit të bashkimit flet edhe vetë rezultati, po I shohim edhe statistikat e Max Smith, 14 pikë të tij. Tashmë dhaj me pikë dyshifrore bashkë me Lejson Zeqirin që I ka 13. Gjithashtu Lejsoni ka marrë edhe 9 kërcime, ndërsa 18 pikë nga banka rezervë I ka qelluar Dirk Williams, I cili ka marrë edhe 4 kërcime, ka bërë 3 asistimet, I ka vjedhur edhe 2 topa. Në anën tjetër tek Proton Cable Prizreni 16 pikë nga 15 pikë nga Jordan Johnson, teksa Lenzel Smith tashu me double-double, 12 pikë e 10 kërcime. Starton edhe qereku I 4 Terrell Beck për 3 gjuan. Nuk arrin të realizon. Jordan Johnson I vëmendshëm e merr edhe një herë topin në sulm. Ka personale të Wendell Green ndaj Jordan Johnson. Terrell Beck. Blokuohet nga Eric Copes. E shkelur vijën Terrell Beck, do t'i takon topi ekipit të bashkimit. Realisht e ka ndalur, themi Terrell Beck sonte Eric Copes I pasi e dim performancat e tij, po thuaj në çdo ndeshje pavarësisht humbja apo fitore të skuadrës Proton Cable Prizrenit kanë qenë mjaft të mira, por jo dhe sonte vetëm 3 pikë nga Terrell Beck. Ka marrë edhe 8 kërcime. Ninja e kthen topin tek Jordan Johnson. Johnson dalet në gjysmë distancë, qëllon janë dëbërtimi Wendell Green nuk arrit të realizon. Samir Zekici I vëmendshëm e kthen topin tek Wendell Green. E bam huqjen në anën tjetër. Nuk qëllon as Edo Kreziu. Green gjuan për 3, as për 3 nuk qëllon. Sonte nuk pja dën as pak Wendell Greenit. Në anën tjetër Ninja deri në fund nuk qëllon. Edhe njerë Terrell Beck pavarësisht luftës nën kosh nuk arrin të eruan ato, teksa Drilon Shala do të kthehet në lojë në vend të Ninjës. Green. 4 pikë të Wendell Green sonte. Zekici. Meriton Ismaili. Williams. Eric Copesin. Williams do gjuan edhe njerë për treshe. Shkurtën mbetet kjo treshe. Topi në duart e Eric Copes. Wendell Green. Green. Zekici. Te Copes. Nën kosh. Eric Copes nuk shëllon. Jordan Johnson. Të ndalet për treshe. Jordan Johnson realizon treshe. I vetmi që po përgjigjet tashmë Jordan Johnson 20 pikë të tij. Të shkrirë rezultatin ka ende loj këtu. Meriton Ismaili për 3, nuk qëllon Copes nën kosh, ka personale. Është personale Drilon Shalës. Treta e tij. Tashmë 11 kërcime të Eric Copes, të cili ka edhe 9 pikë. Wendell Green.
tek Copes. Green ka bën në hapa Wendell Green. Devin të vesh sonte asgjë nuk po jetën Wendell Greenit. Mos harrojmë performancën e tij në finalen e Kupës së Kosovës kundër Trepçës. I vetmi do të thotë ishte ai I cili po I përgjigjej Trepçës 30 pikëshën nga Wendell Green, një lojtar shumë kualitativ dhe I vlefshëm për ekipin e Bashkimit, por sonte jo. Nga njëherë nuk ecin gjërat. Nuk do me thonë që gjithmonë do të shkojnë gjërat më smire. Dhe pikërisht sonte është një natë e keqe për Wendell Green. Edo Kreziu tek Jordan Johnson. Lancel Smith. Shala do të zgjuam për treshe, nuk arriti të realizon, ishte e shkurtër ajo treshe. Temi T, Wendell Green. Derek Williams. The Copes. Smiley. Meritani Smiley. Deri në fund nuk qëllan, tovi në duart e Lancel Smith. Pa personale nga Samir Zekeqi. Në të pa pikë në qerek ekipi I Bashkimit në këto 3 minuta I gjysmë sa kanë kaluar nga qereku I 4. Terrell Beck ka bën në hapa. Edhe një tjetër top I humbur I Terrell Beckut, është I treti I tij. Copes. Tek Williams. Edhe njerë Copes. Samir Zekiqi deri në fund nuk qëllan. Terrell Beck e merr ato. Edhe më tej nuk ka pikë nga ekipi Bashkimit në këtë qerek të 4. Lancel Smith qëllan. Daljet me personale, do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë. Realisht po bie loja e skuadrës së Bashkimit në mungesë të Smithit, Bunjakut e Zeqirit. Peshës së parë do të kemi timeout. 5 minuta e 53 sekonda, 69:55. Proton Cable Prizreni në këtë qerek 7-0 e nis, teksa po I shohim edhe statistikat e përgjithshme. 13 topa të humbur të Proton Cable Prizrenit, karshi 8 të Bashkimit. Kanë pasur gabime partes I Prizrenas, por edhe gjërat nuk po ecin mirë në momentin kur trajneri Sasha Jankovic po I zëvendëson treshën e peshës së parë të Portokalli Zinjët. Gjithsesi epërsia vazhdon të jetë në të mirë Bashkimit, fal qereku të tretë 31-5. Në anën tjetër, kur janë edhe 7 minuta e 13 sekonda lojë në duelit ndërmjet Trepçës dhe Vllaznimit, e shohim edhe më tej skuadrën e Trepçës që e ka shkrirë avantazhin të vazhdon të jetë në ndjekje 49-53. Vllaznimi ka pasur avantazhin qysh nga fillimi, por do të arrin Trepça të rikthehet. Lojë mjaft interesante në minatori është duke u zhvilluar. Smith qëllon edhe nga vija e gjuajtjes së lirë, 8-0 seri e skuadrës Proton Cable Prizrenit, kthehen në lojë Lejson Zeqiri e Valon Bunjaku. Wendell Green. Bunjaku deri në fund, Valon Bunjaku pushoi paksa, u kthye për të realizuar
Pika 11 e Valon Bunjaku. Jordan Johnson ka gabuar në hapa definitivisht. E pam të qartë gabimin e tij në hapa. Sa po i shojmë në statistikat perfekte të tij, 20.7 kërcime, 2 asistime. Nga Jordan Johnson, 15 pike, 12 kërcime. Nga Lenzel Smith, double-double. I këtyre 2 lojtarëve. Bunjaku të Green. Williams, Wendell Green. Copes, deri në fund, arrin të realizon dhe të e thyen këtë mbrojtje të ngjeshur të skuadrës së Proton Cable Prizrenit. Bukur ai top tek Edmond Kurieziu, nuk arrin të realizon. Dejtë 73-56. Pak se 5 minuta lojë deri në fund. Wendell Green nga gjysmë distanca dobi hyrje doli. Jordan Johnson në anën tjetër, gjuan për treshe, është i sakt. 23 pikë të tij, 5 treshe nga 10 tentimet nga Jordan Johnson. 73-59, lejson Zeqiri tek Valon Bunjaku. Zeqiri bukur tek Dirk Williams, asistim perfekt. I lejson Zeqirit e gjeti të lirë e të haruar Dirk Williamsin, i cili qëllon. Pika 20 e ti dhe dyshja e parë sonte. Ka vjedhur i Wendell Green, që do të shkon vetë deri në fund. Realizon pika 6 për 77-59. Mond Kurieziu për 3 pikë qëllon. Kapiteni për pikën e 12 të ti. Shja e dytë sonte. Wendell Green. Green, dalet në personale nga Kurieziu. Eksa e shojmë sinjalizimin e Arnori Fajtit që e ka bajtur topin. Wendell Green, sa e shojmë edhe njëra asistimin e bukur të lejson Zeqirit për Dirk Williams, i cili duhet jetë realisht dhe alley-oop. Zeqiri, Williams, e këtan topin të Wendell Green. Vendoset, por nuk e don, nuk arrin të realizon, kundërsoj nuk arrin të e pranon atë Nigja. Simi ishte i fort për të. Teksa shumë me një reagimin e Arnori Fajtit që e ka mbajtur topin Wendell Green. 77-62, po hymë në 3 minutat e fundit të kësaj përballje. Wendell Green për një tjetër treshe tenton, nuk arrin të realizon. Dirk Williams është aty për të marrë topin. Dëgjuan për 3 Valon Bunjaku, asaj nuk qëllon. Sauti mirë nga Trilon Shala e merr topin, nuk e lejon kësa radhe Erik Kopsin. Shala tek Edo Kurieziu, dëgjuan edhe njerë kapiteni për 3, nuk është i sakt. Valon Bunjaku tek Williams, jo vizje fenomenale e Dirk Williams. Lëvizje mashtruese, Kinse po e pason prapa shpinës tek Erik Kopes për t'ja bërë autostrad vetës para. E për të realizuar edhe njerë del në skenë tek Proton Cable Prizreni me treshe Jordan Johnson, treshja e 6.26. 79-65. Kësa përshojmë aksionet bukura. Lejson Zeqiri blokohet nga Trilon Shala që erdhe nga plani i dytë. Edo Kurieziu e kontrolon ato, tenton të kthen tek Nigja, por ishte aty Erik Kopes. Wendell Green tek Valon Bunjaku. Realizon edhe Bunjaku
13 pikë edhe të Valon Bunjakut. Shumë 5 lojtarë me pikë dyshifrore tek skuadra e Bashkimit. Shkojnë disia i të drejt tek Drilon Shala, jo me qëllim. Williams, Copes, personale Drilon Shalës. E shojmë edhe një herë lëvizjen mashtruese të Dirk Williams dhe një buzëqeshje në fund. Jo vetëm nga e, por edhe u përkrah nga bashkëlojtarët e tij, teksa duke zëvendësim Wendell Green në lëvendjen për Max Smithin. 6 pikë të Wendell Green, i cili ka marrë edhe 6 kërcime, ka bërë edhe 3 asistime dhe një top të vjedhur. Copes ka bënë hapa Eric Copes, i komplikon paksa gjërat. Ka kompletuar tash në double-double, 11 pikë 10 kërcime nga Eric Copes. Jordan Johnson. Ndjekur nga Valon Bunjaku, vazhdon presioni i Valon Bunjakut. Jordan Johnson tek Nigja që do gjuan për 3 pikë. Erion Nigja realizon treshe i riu i Proton Cable Prizrenit. 81-68 Bunjaku. Lejson Zeqiri. Eric Copes nga gjysmë distanca e gjuan. Copes nuk qëllon, por Lejson Zeqiri edhe njerë është aty. Merë vetë atë kërcim, nën kosh, shkon vetë dhe i në fund, edhe realizon pikën e tij në 15. Tashmë sekondat e fundit të ndëruar shikues, Bashkimi do të arrijë të e fiton duelin kundër Proton Cable Prizrenit dhe kjo fal çereku të tretë të ndeshjes, ku ishte 31-5. E shohim edhe një herë treshen e Erion Nigjës, i cili realizoi pikët e tij të para në këtë përballje. Pati rreth 7 minuta në dispozicion nga Arno Rifati, i cili përndryshe është daja i tij, e ka potencuar edhe në intervistë. Qëllon Jordan Johnson 27 pikë të tij, 6 treshe i ka realizuar. Është më pikë dyshifrore tek Proton Cable Prizreni edhe kapiteni Edmond Kreziu, pas Lenson Smith me 15 pikë 13 kërcime. Pika e 28 e Jordan Johnson, 83-70 është rezultati. Do të përshëndeten trajnerët dhe të pajtohen me këtë rezultat. Definitivisht ishte qereku i tretë vendimtar, shpërtimi i Bashkimit 31-5 në atë qerek, pasi që edhe këtë qerek të 4 e ka fituar ekipi i Proton Cable Prizren me rezultat 21-16, por çka themi 31-5 është rezultat shkatrues. Dirk Williams ishte fantastik, cilin po e shohim edhe në plan të parë tek skuadra e Bashkimit me 22 pikë, 6 treshe nga 9 tentime, i mori 5 kërcime, i bëri 3 asistime, i bodhi edhe 2 topa. Double-double kompletuan Lejson Zeqiri me 15 pikë, 10 kërcime, 5 asistime, si edhe Eric Copes me 11 pikë, 10 kërcime, kurse loj fantastike shfaqi edhe Valon Bunjaku me 10 pikë, 5 kërcime, 4 asistime, 3 topa të vjedhur. 17 pikë tjera i shtoi Max Smith. Në anën tjetër 28 pikë nga Jordan Johnson, i cili mori edhe 7 kërcime. Double-double nga Lenson Smith, 15 pikë, 13 kërcime, 12 pikë nga Edmond Kreziu. Për pak qase do t'jemi edhe me intervistat.
Jam këtu edhe me këtë trajnerin e skuadrës së Bashkimit. Coach, congrats for the win. But if we go back to the game, the second quarter, you let Proton Cable Prizren to have a series 15-0. What happened in that second quarter of the game? And then you had a perfect, maybe if we can say, third quarter. Yeah, thank you for congratulations. It was our mentality. We thought we are #1 team in the league. We will win the game without effort. 3 days are talking about that. They didn't listen, and that happened. In some moments, or in some, how to say, other leagues or something, you lose game like this. But we showed third quarter that when we want to play defense, when we start to play our things, I think we beat them third quarter 31-5. That then we are normal team. Just everything is in the head, and that needs to change. I don't want to see this mentality to think everything is easy, because one time if somebody underestimate, you get punished. Today we had lucky that we didn't punish. We have 4 games more to the end of the regular season. We need to wake up and play like we played third quarter. Thank you very much, coach. Thank you. Good luck. Atëherë ishim me trajnerin e skuadrës së Bashkimit, shkur për mbledhja atë që e tha, e pyeta se çka ndodhi në çerekun e dytë përderisa skuadra e Bashkimit i Laçës, Proton Cable Prizren, shkoi në seri prej 15-0, ai më pas në çerekun e tretë u rikthyen fuqishëm, tha që gjithçka ishte në kokë, ne menduam që jemi skuadra e parë në renditjen tabelare dhe gjërat do të vinë lehtë, dhe tha nuk më pëlqen as pak ky mentalitet. Më pas në çerekun e tretë treguam që dim të luajmë mbrojtje dhe të shfaqim lojë mjaft të mirë, por nuk duhet të lejojmë që të ndodhin këto gjëra pasi që ndonjë skuadër tjetër do të na ndëshkonte dhe në ndonjë ligë tjetër mund ta humbësh edhe një ndeshje të tillë. Kështu tha që duhet të shikojmë në ndeshjet e radhës, do kemi edhe 4 ndeshje shumë të rëndësishme dhe kjo gjë nuk duhet të na ndodhë në asnjë ndeshje. Atëherë kjo ishte nga deklarata e trajnerit të skuadrës së Bashkimit, pra këtë çast do të jemi edhe me trajnerin e Proton Cable Prizrenit, Arno Rifatin. Trajner, e patët një pjesë të parë të mirë, mund të themi sidomos ato 5 minutat e fundit të çerekut të dytë, një seri prej 15-0 ku përmbysët gjithçka, pavarësisht që ishte në disavantazh prej 9 pikëve, e morët avantazhin, por trajner çereku i tretë, vetëm 5 pikë të realizuara, 31 të pranuara, çka ndodhi në çerek të tretë dhe pse nuk po arrin lojtarët ndoshta të tregojnë një lojë më stabile? Jo, për lojë më stabile se sot më shumë nuk mundesh me 5 lojtar 40 minuta që luajnë. 5 pikë trajner çerek. Okej, mund ndodh, janë ekipet e Euroligës që kanë përfunduar me 2 pikë, nuk ka fundi i botës. Na sigurisht edhe na e bënë të njëjtën. Edhe Bashkimi pat vetëm 7 pikë në çerekun e dytë. 20 sekonda pa përfunduar, do të thotë edhe një kosh edhe humbëm atë topin e fundit e kryen me 11, nuk është kjo kur gjë. Vetëse ra në farë mënyrë pak si humbëm si edhe vetë besimin. Edhe në rrugët që pak edhe ma shumë se u desh në çerekun e dytë, edhe mani na u futëm një farë ngërçi, pastaj u zgjum prapë çerekun e katërt, edhe ishte më të mirë me 14-22, po nuk ishte e mjaftueshme, po jam i kënaqur. Sot asaj shtesës së lëndimeve u shtu edhe Ronda Syla, i cili ka një frakturë në shpatull, do thotë sot kena luajtur veç me lojtar, po jam shumë i kënaqur edhe me lojën e Driran Shalës edhe të Erion Nixhës, domethënë na si klub jena të thonë çdo ditë diçka të mirë e basketbollit të Kosovës, edhe po vjen shumë mirë që jam protagonist i sportit më të mirë edhe sportit më të bardhë që ekziston në Republikën e Kosovës. Apo do më pyet pse? Po të pyes pse? Okej. Unë mas pari jam shumë i kënaqur që unë bashkë me grupin tim, me stafin tim, që e kena kriju këtë ekip prej 2016-it, e kena dhënë basketbollit Kosovës një derbi qytetit, që na ka lakmiq do qytet që nuk e ka kërkush për 7 vjet. Edhe si vjet ndodhi që lun ekipi i parë me ekipin e fundit. Një ekip që lufton për titull dhe një ekip që lufton për mbijetesë. Edhe normalisht fitoria na ka vit neve më shumë se ekipit të Bashkimit normalisht. Po kjo tregon që basketbolli është sport shumë i pastër,
shumë sport me dignitet, bashkë me federatën, bashkë me njerëzit të udhëheqin basketbollin, unë edhe pse jam humps, sot jam i gëzuar. Kjo për shkak se marr pjesë në sportin më të pastër. Derisa unë dikur kur kam qenë i pari, kam bën shumë ham njerëzit. Kështu që po vjen mirë që u kthy koha mrapa, edhe kjo dëshmon edhe një herë, edhe jam shumë krenar edhe fatlum që i përkas të sportit. Kam dhënë më të mirën, deri sot jam të dhënë edhe akoma do ta jap edhe nesër. Edhe këta tri gjithë sot që keni pa në parket, për 2-3 vjet do të jenë emra në përfaqësuesin e Kosovës. Faleminderit shumë trajner. Suksese. Atëherë ishim me trajnerin Arnori Fati, kaq nga kjo ndeshje, Bashkimi arrin të fiton derbin e qytetit të Prizrenit. Ju vazhdojnë të qëndroni me programin e pasur sportiv të ardhshëm nga Unë Piana, natën e mirë.